Në mes të kryeqytetit, në rrugën Mark Prekperaj, jeton familja Vogli mes varfërisë ekstreme. Lindita Vogli, së bashku me bashkëshortin dhe fëmijët e saj, jetojnë prej vitesh në këtë barak, e cila nuk plotson as kushtet më minimale për jetesë. 53 vjeçaria thot se kur bie shi, çatia ju pikon, ndërsa kur fryn erë, ka frikë se mos shëmbet. Këtu ka vite që jetojmë. E kam pas fare të hapur. Këto? Po, e kam rregullu vetë kështu. Me bidon. O pikon, kur bie shi pikon krejt brenda. Thot se bashkëshorti i saj vuan nga problemet shëndetësore dhe të ardhurat e vetme të familjes janë një asistencë e cila, sipas Linditës, nuk mjafton pothuajse për asgjë. Unë e smur, burri i smur. Ndihma nuk kemi. Po si ja bëni? Pra me bidon, çfarë sjell ai? Hajm. Jam futur këtë dyqanat borxhe sa dush. Mbi që futemi borxh, po s'kemi me çfarë t'ja lajm. Ajo i drejtohet shtetit apo kujdo që ka mundësi për ndihmë, pasi ka nevojë për gjithçka: ushqim, kushte minimale jetese dhe trajtim shëndetësor për bashkëshortin.